Keni dhimbje veshi, hudhra bën mrekulli. Përbërja e hudhrës ka treguar efekte të mëdha shëndetësore për shërimin e shumë sëmundjeve. Mjafton vetëm një thelpi hudhër të qërohet dhe të pritet në mes. Nëse vuani nga dhimbja në vesh apo keni shumë dyll dhe ju paraqitet shpesh, vendoseni gjysmë thelpi hudhre në vesh, por mos e fusni brenda. Kujdesuni që të afroni afër vrimës së veshit ashtë të quajturën në zemrën e hudhrës. Përparësitë shëruese të hudhrës do të ndihmojnë që të qetësohet dhimbja e veshit si edhe të zbutet dylli i mbledhur në mënyrë që të hiqet me lehtësi. Aplikojeni këtë para se ju të shkoni për të fjetur dhe duke u kujdesur që të mos ju hyjë brenda, dhe të nesërmen ju do të ndiheni shumë herë më të relaksuar dhe dhimbja do të ikë sa hapen mbyll syt. Nuk ju mbetet gjë tjetër veç se ta provoni.